Derby della Madonnina, Inter Milan, ndeshja e radhës kryesore në Serie A. 10 pikë dallimi mes Inter dhe Milan, vend i parë me vend dytë. Po duket që është me shumë gjallë visar treni i fundit për Milanin që nërta me boni farë gare interesante. Qa thuti? Unë e kom thonë edhe prapë tham. Interi është që i koqit ekipën. Interi është ekip që i koqit ekipën. Po vishta është kara pak poshtë kjo tezë, po të rrimë ta ka shmerë me në jashtë. Ma ka gjytë posit Qëre, Milani këtë sezon për me ka bo shumë loj, si pas me e shumë pragmatike, shumë adin pak të koqit, ka fitu të loj 1-0, 2-1, adin jo lojt bukur, duren zë ma mirë lyke me Piollën, me do tjerë sa me Allegrin, po prapë se prapë ka pas rasti që e ka dëshmu vetëm. Edhe Interi ka dëshmu vetën, edhe fokusi e kom veç Serie A. Deshin e parë Milani ka fitu. Pa ka fitu. Në pulli shesh, tu gjë menoj që Interi ta shkarapi Champions League-s, mbetet Kupë të Italisë, po Milani këtë lojë kam jo qasë me seriozitetin matë, sepse din që s'ka shpresë. Edhe besoj, edhe Interi kam ime qatë synim që me fitu këndeshë. Me siguru ligën, Me siguru ligën. Vallai menimi jam është prapë. Është aty. Menimi jam, parashikimi jam është prapë Milan Inter 1-0. Ka më koqit Milani këtë rast. Unë menoj 1-2 për Interin. 1-2 për Interin. Njona del besoj. Shohim.